Për shkakun kur thu a ka atmosferë zgjedhore, zakonisht e na është paramendu një lloj kështu shkuarje në zgjedhje si lloj feste. Ne ka pasur dimensionin e performancës festive. Po me që ndodhin zgjedhje shpesh nuk mundesh me pritë të njëjtën gjë. Jo vetëm në aspektin që programet s'mund me ndryshu, thjesht s'mund me ndryshu, thjesht se nuk është që ka ndryshuar realiteti. Ti me programi përgjigjesh në realitetin caktuar, ti mundesh me shtu elementet që kanë ndodhur në këtë kohë të shkurtër, po jo me ndryshu rrënjësisht ato, se partia politike nëse mas 4 muajve e ndryshon komplet konceptin politik, ai është parti politike. A mund tash më u mirëmbajt entuziazmi i anëtarëve dhe votuesve të partisë pra në ndjekjen e tubimeve kështu me radhë? Unë mendoj që kjo në përgjithësi ka ra dhe ka me ra, e veçanërisht kur ki zgjedhje ka shpesh. Kjo s'do të thot pastaj që njerëz nuk dalin me votu, po njerëz nuk shkojnë në për tubime, nuk shkojnë, domethënë e kanë një vëmendje ndryshe karshi zgjedhjeve. Jo se që kishin për shembull në shkurt, kur kishte zgjedhje pas 4 viteve, që ishte hera parë në Kosovë që bëshin zgjedhje pas 4 viteve, edhe tash është hera parë në Kosovë pas shkurtit që kemi zgjedhje çdo 6 muaj. Domethënë të dyja janë herë parë. Unë mendoj që kjo po e tregon që qytetari në një farë mënyre, mbase edhe objektivisht nuk mundet me marrë përqendrimin dhe fokusin te fushatat edhe tubimet e kështu, në të njëjtën mënyrë nëse ka përsëritje zgjedhjeve. Aq më tepër që i duket fushata në vetë përsëritse. Edhe që është përsëritse. Domethënë nëse ti për shembull e ke ngu me vëmendje programin e PDK-s, LDK-s, AK-s në qershor, në Shkurtval, pastaj e ke ngu edhe një herë dhjetor dhe aty ka pas shumë gjëra të përsëritshme, ti logjikisht e pret që nuk ka me pas kur gjë të re në këtë drejtim. Tash partitë janë mundu në aspektin organizativ të listave kështu me sjell në risi, edhe e kanë sjell në risi, du të them, mirë po kjo nuk përkthehet domosdoshmërisht në tash rientuziazmim të qytetarëve. Po ashtu janë mujt e verës që e përmendet Ermali, janë disa faktorë. Pra po them që fakti që për shembull qytetarët nuk janë ose nuk e kanë fokusin qysh mbase kemi pritur ose që kemi pa të kaluamën në fushatën elektorale, kjo s'do të thotë që nuk janë ty e përcjell fushatën, edhe s'do të thotë që s'ka me marr pjesë në zgjedhje. Mirë, po kjo mund me thonë një gjë tjetër. Mbase një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve e kanë mendjen e ndonë, kanë me votu. Rrjedhimisht fushata vështirë që mundet me ndiku këtë... Veç 1%, domethënë edhe ditën e punës veç 1% e popullatës në matje të opinionit publik del që ndrojnë menden gjatë fushatës. Problemi është që fushata përgjithsisht orientohet te njerëzit të cilët mbase edhe nuk e kanë ndërmend me votu e mundësit me dalë. Nuk janë të përcaktuarit dhe ata që hezitojnë me marrë pjesë në zgjedhje. E të tilla ka shumë të rrallë, nuk e di s'kam pa matje. A ka shumë njerëz që për shembull thonë s'dia ka me dalë me votu, e të cilët për shkak fushatës mundësit, pa nuk e di. Mund të jenë shumë, mund të jenë pak. Edhe ata pastaj po disa prej tyre edhe mund të nxitën për fushatës, po çka mu e kisha shtruar si pyetje, se nuk e di, është që programatikisht asnjëra prej partive nuk mund na befasu. Befasinë vetëm e ka bu lëvizja e vendosë që ka program, se s'ka pas, të shkruar, të paraqitur. Pa di çfarë mund më konë befasia për cilës unë po i druna. Do me thonë, a janë kry vendimet antiligjore të dyshimta të qeverisë Kurti, me të cilat po i kesh përdor parat publike për zgjedhje. Që to s'pe di. Do me thonë, a ka me pas të tilla në ditët në vijim. Vendime që janë vendime qeveritare. Jo domosdoshme financiare. Jo domosdoshme financiare. Për shembull sot ke pas veprime që janë domosdoshme financiare. Jo domosdoshme financiare. Po tempo me mendon në datën ditën e kuptues fushata. Po çfarë thonë është, a ka me pas kesh përdorim të institucioneve shtetërore publike, të cilat janë institucione për të gjithë, me i vendos në funksion të interesit të një partije politike, edhe nëse ajo parti e përfaqëson 50% e qytetarëve. A e ki